Fermerët duhet të mbledhin të gjitha faturat e shitjes së produkteve bujqësore tek grumbulluesit në mënyrë që të përfitojnë nga masa e kompensimit të TVSH-s prej 10%. Fermerët që duan të përfitojnë kompensimin e TVSH-s për inputet bujqësore duhet me domosdoshmëri të plotësojnë kërkesën për kompensimin e TVSH-s dhe ta dorëzojnë atë në administratën tatimore. Kërkesa duhet të përmbajë emrin dhe mbiemrin përkatës të fermerit, NIPT-in, adresën dhe numrin e telefonit. Më poshtë shënohet vlera totale e furnizimit të produkteve bujqësore të kryer për një periudhë 6 mujore dhe vitin përkatës. Është shumë e rëndësishme të plotësohet numri i llogarisë bankare nga ana e fermerëve, ku më pas do të llogaritet vlera e kompensimit që përfitojnë ata. Në fund, nënshkruhet firma përkatëse e fermerit, si dhe data e plotësimit të kërkesës, pasi rimbursimi bëhet 30 ditë pas kryerjes së kësaj kërkese. Udhëzimi i detajuar i Ministrisë së Financave sqaron mënyrën se si do të zbatohet skema. Referuar udhëzimit, grumbulluesi, personi tatueshëm i regjistruar për TVSH-n, për çdo furnizim të produkteve bujqësore të marrë prej fermerit, lëshon një faturë tatimore të fiskalizuar në të cilën evidenton si shitës fermerin, NIPT-in e fermerit dhe të dhënat e tjera të kërkuara sipas faturës. Kjo faturë në të cilën nuk llogaritet TVSH-ja lëshohet nga blerësi në momentin e dorëzimit të produkteve bujqësore nga fermeri. Vlera totale e faturës përfaqëson vlerën e furnizimit të paguar nga grumbulluesi për llogaritë të shitësit fermer, mbi të cilën aplikohet norma e kompensimit. Kërkesa për kompensim të TVSH-s do të bëhet nga fermerët brenda datës 31 dhjetor për furnizimet e kryera gjatë periudhës janar-qershor të vitit përkatës dhe brenda datës 30 qershor të vitit pasardhës për furnizimet e kryera gjatë periudhës korrik dhjetor të vitit paraardhës. Kjo kërkesë shoqërohet dhe me kopje të faturave të lëshuara nga blerësi, të cilat duhet të jenë të firmosura nga shitësi fermer. Por kush përfiton kompensim? Për të përfituar kompensim, fermerët duhet të plotësojnë disa kushte. Konkretisht, qarkullimi vjetor nuk duhet të tejkalojë kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-n, të ketë kryer furnizime të produkteve bujqësore, të ketë furnizuar persona të tatueshëm që nuk përfitojnë nga skema e kompensimit në Republikën e Shqipërisë, të cilët janë të regjistruar për TVSH-n dhe ushtrojnë aktivitet si grumbullues, përpunues i produkteve bujqësore apo agroturizëm i certifikuar, të jetë pajisur me një numër identifikimi të personit të tatueshëm, faturat e marra nga blerësi mbi bazën e të cilave kërkohet kompensimi të jenë të fiskalizuara dhe regjistruara në bazën e të dhënave të administratës tatimore qendrore. Norma e kompensimit në masën 10% zbatohet mbi vlerën e faturave tatimore që grumbulluesi i ka lëshuar fermerit për gjatë periudhës 6 mujore për të cilat kërkohet kompensimi. Kompensimi ka për qëllim të mbulojë një pjesë të TVSH-s së paguar prej fermerëve në çmimin e blerjes së mallrave e shërbimeve të blera për nevojat të kryerjes së aktivitetit të tyre prodhues bujqësor. Administrata tatimore bën verifikimet përkatëse dhe brenda 30 ditëve paguan shumën e kompensimit direkt në llogarinë e fermerit.